Vajza, përshëndetje. Përshëndetje Viola, përshëndetje vajza. Dhe ja tek ritakohemi sërish së bashku këtu në sekretet e gocave, sepse si çdo episod tjetër, do të ndajmë sekretet tona me ju, ato gjëra praktike që na shërbejnë. Eksaktësisht. Çfarë bën Viola kur mërzitesh? Kur mërzitem, gjëja e parë që bëj Adelina është që të shpenzoj para për veten dhe të blej produkte të reja. Përgjithsisht, fokusi im është tek produktet që kanë të bëjnë me kujdesin e lëkurës, sepse ajo është forma më e mirë për tu ndjerë mirë dhe për të pasur këtë dashurim për veten. Dhe shumë mirë bën, se vetë dashuria është pjesa më e rëndësishme gjatë gjithë kohës. Unë jam kurioze të di se çfarë bleve herën e fundit momentin që ishe pak i mërzitur dhe kishe nevojë të shpenzoj para. Bleva atë setin që i duhet çdo vajze në këtë kohë, që ka të bëjë me ndjesinë e glow, sepse jemi në sezonin ku duhet kujdesemi më shumë edhe të posojmë atë glow upin që na nevojitet të gjithave. Shiko, sidomos periudha e dimrit është më e rëndësishme, ndoshta që të bëhemi gati më pas, plus edhe është fund viti dhe kemi nevojë që më pas viti i ri të nisë me qëllime të reja, ndaj edhe mendoj që realisht kujdesin ndaj vetes dhe ai seti i famshëm që e din të gjitha, është gjëja më e rëndësishme që mund të merret këtë kohë. Dhe një nga gjërat që shoqëron sezonin e dimrit dhe për të cilën në fakt të gjithë kemi dëgjuar është vitamina C. Gjithmonë. Jo të gjithë i hanë mandarinat edhe portokallet edhe limonat, por fare thjesht për ta zëvendësuar atë efektin e tyre dhe për ta marrë në mënyrë të përqendruar, mund të përdorni pikërisht vitaminën C, që është një nevojë e të gjithëve, sidomos në mëngjes. Dhe këtu nuk bëjmë diferencime gjinore, pra vajza edhe djem, por të gjithë mund ta përdorin, por ne vajzat jemi pak më të kujdesshme kur bëhet fjalë për lëkurën. Kështu që këshilla jon për fillimin e sotëm është që kujdesni ndaj vetes, atë setin e famshëm dhe vitaminën C, mos harroni për asnjë mënyrë. Dhe si njëri që e dua dhe e preferoj shumë vitaminën C, nuk nis asnjë mëngjes pa të, e porosis në Skin Pro, mund t'ua them me plot gojë që është një domosdoshmëri e të gjithëve. Por nuk përfundon këtu rutina. Po dita është e gjatë, Adelina, dhe cila është fjala kyçe pas vitaminës C që po thonim, ose ndoshta, domethënë, nuk i krahasojmë këtë me njëra tjetrën, por pasi treguam për vitaminën C, cila vjen pastaj? Hapi i radhës është përdorimi i retinolit, i cili çfarë bën? Zbut ato vijëzimet e krijuara në fytyrë nga buzëqeshja, nga mosha ndonjëherë dhe i mban në kontroll rrudhat në mënyrë që të mos bëhen akoma edhe më prezente dhe më të dukshme. Është një hap i nevojshëm. Dhe më pas reflekton shëndet dhe lumturi, sepse askush besoj nuk dëshiron që të duket dhe të jetë së pari as i pashëndetshëm, as i palumtur. Kështu që kjo është dhurata, sugjerimi i ynë nga Skin Pro në këtë rast, si duhet ta bëj të vetin edhe ta ketë të përditshmërisë. Më vjen shumë keq që jam me make-up tani, se do doja patjetër të vazhdoja me rutinën time në përdorimin e retinolit, që është shumë efikas, i domosdoshëm vajza, i domosdoshëm Adelina. Mirë është i parandalojmë ca gjëra përpara se të ndodhin. Kështu që patjetër është një sugjerim për të gjithë, ky paketim kaq bukur ndër të tjera. Shtëpi. Për shembull që ti je gjithmonë gati. Po nuk përfundojmë këtu. Kemi ende këshilla të tjera për t'ju dhënë. Pyetja se nuk e di nëse të kam treguar, po para disa kohësh unë kam përshtypjen ndoshta nga rutina jo e duhur, kisha ca probleme me skalpin e flokëve dhe besoj që mund të ketë ndikuar shampuj apo edhe produkte të tjera. E di që kam një përgjigje për këtë pyetje dhe për këtë shqetësim që ti ke, ose më saktë gjitha ne vajzat e kemi, sepse na ka ndodhur që të përdorim disa shampo, t'u alëm fajin atyre, t'u alëm fajin produkteve shpeshherë, po në fakt problemi nuk është produkti, është skalpi dhe prandaj është e nevojshme që ne ta kontrollojmë, të dimë se si është skalpi ynë, çfarë produktesh pranon dhe çfarë produktesh jo. Pra po më thuaj që nuk ka faj asnjë nga produktet, pra nëse unë filloj shaj bëj gabim, por fajin e kam vetë që nuk kam parë se si e kam skalpin. E ke thënë aq mirë sa që nuk kam se çfarë të kundërshtojë tek ajo. Faj, okay. Po, një faj i pafajshëm, le ta themi kështu. Po kush do ma zgjidhë këtë? Sepse këtë faj ta zgjidh fare thjesht skalp testi që mund të bëhet në dyqanin në blog të Skin Pro. Një pyetje. Se tani kur flasim për testet dhe për specializime të tilla, mendojmë ndoshta mund të na kushtojë shtrenjtë. Tani më thuaj edhe sa kushton, se më intereson. Mos u shqetëso fare, se është menduar për këtë pjesë. Nuk e asnjë lloj detyrimi, as të blesh nga dyqani, as të bësh pagesë,
sepse e gjitha ofrohet falas, madje me shumë mirësjellje edhe nga vajzat që janë aty në dyqan për të ndihmuar që të kuptosh në çfarë gjendje është skalpi yt edhe mbi të gjitha se çfarë i duhet flokut tënd në mënyrë që të jetë i shëndetshëm, plot jetë me volum edhe me shkëlqim. Pra, për ta thënë kështu shkurt fare, vije që unë shkoj bëj testin për skalpin, nëse del diçka nuk ka nevojë që të blej patjetër produkte duke qenë se bëra testin dhe thjesht largohem pa paguar. Pa paguar, domethënë është falas. Është falas, është një proces i cili bëhet tërësisht falas. Po mos harrojmë që produktet e Skin Pro, seti për flokët, është një perlë vërtet, kështu që madomendja nuk do largoheni dot nga dyqani pa i hedhur një sy sepse vetë produkti të bën ta marrësh, ta rrëmbesh. Shiko se është më e sigurt që blen në momentin që nuk je detyruar për ta marrë diçka. Kur e di që nuk të detyron kush të marrësh një produkt apo të paguash për diçka, thua që shiko, unë mendoj që këtë produkt mund ta marr sepse i bëj nder vetes, edhe në këtë rast skalpit. Kështu që besoj tani secili duhet të vendos planet e tij për të bërë një skalp test që ka falas të Skin Pro. Tani unë e kam bërë një herë. Megjithatë, nesër do jem direkt sa të hapet dyqani aty në blog për ta ribërë sërish edhe për të parë se në çfarë gjendje është tashmë floku im. Se ne vajzat e duam shumë flokun, kështu që duhet kujdesemi për të. Kim bashk, direkt, nesër në mëngjes. Kështu që jemi atje. Adelina, u bë ca kohë që lëkura ime ndoshta për shkak të ndryshimeve hormonale po jep disa probleme. Probleme që unë më përpara nuk i kam patur, kështu që më nevojitej një zgjidhje. Kam kërkuar kremra të ndryshëm, megjithatë ende nuk arrita kuptoj pse nuk rikuperohej her pas here ose rikuperohej deri në një moment pastaj kthehej në të njëjtën gjendje. Shiko, ti mendon që duke provuar kremra të ndryshëm mund të ndihmoj dhe ajo ka qenë shpresa ime. Në këtë rast u vendos fajin kremrave, besoj. Shiko, zgjidhja në këtë rast është të bësh një skin test, sepse në momentin që bën një skin test, ke mundësi për zbuluar problematikat që ka lëkura jote, çfarë nuk ka shkuar gjatë kësaj kohe, nëse ke probleme të tjera që të drejtojnë më pas tek një mjek tjetër apo kudo që të kesh nevojë, kështu që në këtë rast, shko tek Skin Pro, bëj një skin test falas, sepse është falas dhe kjo është edhe më e rëndësishme për ta kuptuar edhe zbuluar kështu, sepse ndihmon edhe shumë të tjerë që ndoshta nuk kanë mundësi për të shkuar edhe për ta bërë, dhe nga ana tjetër zbulon çfarë mund të ketë lëkura jote dhe shikon nëse të duhet ndonjë produkt, nëse të duhet diçka që mund ta marrësh, sepse garancinë që kemi te produktet e Skin Pro e dim secili, megjithatë nuk je detyruar as të paguash asgjë në këtë rast, të paguash diçka për skin testin sepse është falas dhe në të njëjtën kohë as nuk je detyruar të marrësh produkt. Se merr produktin është zgjedhja jote, se unë besoj që nuk mund të rrish pa kërkuar një produkt. Është e pamundur edhe unë falenderoj për këtë këshill, e cila nuk më shërben vetëm mua, po i shërben çdo vajze që na ndjek në këtë momente. Të dy vendodhjet e Skin Pro, kështu që nga të kesh rrugën më kollaj më afër, mund të shkosh. Skin Pro na surprizon her pas here, sidomos me këto lehtësirat që të jep, që nuk gjenden kudo. Me kaq surpriza sa bën, unë do fillos mendoj që mund ta bëjmë skin testin tonë online. Nuk do habiteshim. Gjithsesi, është momenti juaj për të bërë një skin test falas tek Skin Pro. Adelina, pa hënjer. E di çka kam në dorë. Surprizuese. Magji, po të them magji. Se do të duhet? Do të duhet ty, mua ndoshta pak më herët, se jam ca vite më e madhe se ty, dhe shumë vajzave të tjera. Ky është retinoli nga Skin Pro, i cili përshpejton rigjenerimin e qelizave dhe ul shenjat e akneve, zvoglon rrudhat dhe linjat e holla dhe ndër të tjera përmirëson edhe teksturën e lëkurës dhe hapëhoret e bllokuara. E sheh që është çuditbërës vërtet retinoli? Unë mendoj që ka një magji e vërtet dhe besoj që duhet ta shpërndajmë te secili këtë magji, se është jo nga ato të dëmshmet, përkundrazi, është shpëtimi i gjithë secilit tek Skin Pro. Tani, ti provoje dhe pastaj më thuaj se si do të ndjesh pas përdorimit. Mirë? Mund të flas me shumë garanci për të gjitha produktet e Skin Pro, kështu që zëri se ta dash komentin tim, po e marr këtë si shenjë për treguar se sa besim kam. Të njëjtën gjë mund ta bëni edhe ju, ta provoni retinolin dhe pastaj e dim që komentet do të jenë të mira, sepse është një produkt vërtet shumë cilësor. Tani, duke qenë se fillimisht na bëre ti një magji dhe na solle një nga produktet më të mira që Skin Pro ka, në të njëjtën kohë më të nevojshme, vi unë me një surprizë dhe kam vitaminën C. Shehja zakonshme vitamina C.
realisht edhe është ndoshta një nga produktet më të nevojshme që secili duhet ta ketë me vete për secilën kohë, sepse së pari secili ka problem për lëkurën, se si mund të ndihet, ndaj edhe unifikimi i lëkurës, të gjithë lëkurës në vetvete, fytyrës, sidomos që i kemi me merak, duhet të jetë domosdoshmëri. Ndaj edhe në këtë rast ka konkretisht këtë funksion. Dhe gjithashtu, secili mund të ketë problem ndoshta edhe kolagjeni në momente të caktuara dhe në mosha të caktuara, megjithatë, kolagjeni është shumë i rëndësishëm, ndaj në këtë rast edhe për kolagjenin në rrezikë juaj. Unë them se me kalimin e moshës edhe kolagjeni fillon të prodhojë më pak. Apo thjesht të kujdesem pak më shumë për veten edhe ta dua lëkurën time. Kjo është besoj ishte më e rëndësishmja. Kjo është e para, po tjetra për shembull për të dhuruar gjërat në avans, ose ndoshta si mënyrë për të filluar dhe për pasur kujdes që herët. Po vitamina C është gjithmonë nevojshme për secilin kohë. Tekstura është e jashtëzakonshme dhe mund ta kuptosh se si është prodhuar super cilësore. E gjeni në dyqanet Skin Pro dhe online gjithmonë. Nëse nuk do të dalësh nga shtëpia, se temperaturat mund të jenë të ulta, mund të procesosh online serumin dhe shumë çka tjetër në Skin Pro. I ke parasysh Adelina ato ditët me ngarkesë kur ti zgjohesh herët edhe përfundon punët vonë, janë të lodhshme. Po, i ka shumë parasysh. Dhe gjëja që ne vëmë re tek fytyra jonë janë ato rrafët e zinj, sytë e fryrë që krijohen nga lodhja. Mundohesh ta fshehësh lodhjen për shembull. Por, në mënyrë që të ndihesh më i relaksuar edhe më mirë pas një dite të lodhshme, mund të përdorësh kremin e syve nga Skin Pro. Një krem i cili funksionon shumë mirë për rrudhat edhe vijat e imta që krijohen poshtë syve, për të larguar qeset që krijohen pikërisht pranë pasqyrave të shpirtit, se ne kështu i themi syve, pasqyra e shpirtit dhe duhet kujdesemi për to, dhe po ashtu është shumë e rëndësishme të themi që hidraton dhe forcon zonën delikate rreth syve. Mund ta përdorni tek syt tuaj dhe do ndjeni menjëherë ndryshimin. Dhe di cila është pjesa interesante, ja ta tregoj. I sheh këto këtu? Kjo është mënyra se si aplikohet. Dhe këto të lënë një ndjesi freskie të jashtëzakonshme. Po marr, edhe unë jam me make-up po. Mund ta përdorësh pasi të heqësh make-upin dhe pastaj të më falenderosh. Okej, po lër për tani. Shumë interesant në fakt duket, edhe siç po thonim, ne her pas here mundohemi ta fshejmë lodhjen tonë, po besoj që më mirë se ky produkt nuk mund ta fshejë lodhjen askush tjetër. Në fakt nuk ta fshet, po ta largon, ta shqetëson lodhjen, se kur sheh një fytyrë dhe sy të qetë, ikën ajo lodhja, largohet menjëherë. Fantastike. Kështu që mendoj që secili tani në këtë rast se mua më duket sikur është mision më vetë të kujtojmë njerëzve që edhe nëse përtojnë për të dalë nga shtëpia, për të bler produktet në dyqanet e Skin Pro, ka mundësi për të futur online, një klik dhe erdhi në shtëpi. Tani në blog jeni fundjavave, kështu që kaloni përpara nga dyqani Skin Pro, merrni produktet tuaja dhe pastaj festoni gjithë natën dhe mos harroni të përdorni kremin e syve mëngjesin tjetër, se e di që netët e vona na lodhin ndonjëherë. Sa mund të jenë dhe në fund pastaj, kështu që. Kujdiet. Vira, kam një magji tjetër. Dukshëm që nga një magji se ashtu si e the. Dhe është brain support, sepse dim që secili prej nesh në momente të ndryshme mund të ketë lodhje të shumta. Ama në gota më sillni pak ujë, më jep një kokër Adelina, se sot kam pasur një ditë ku 7 herë kam pyetur ku e kam këtë, ku e kam atë. Nuk e di pse më ndodh. Se mora 2 unë, duket sikur e di. Po megjithatë, është brain support që rrit fokusin, heq lodhjen, nga ana tjetër, nëse kemi probleme me kujtesën, se besoj që kemi, duhet një brain support që ti je kujdesshëm për to edhe gjithçka mbaroj. Tani po të prezantoj Adelin me një suplement I cili vjen në ndihmë. Mendoj sikur të ka përshëndetur suplement. Dakor, ja. Po. Është një suplement për të shakave që ne bëjmë këtu me njëra tjetrën që I vjen në ndihmë të gjithëve. Edhe atyre që kanë probleme, edhe atyre që duan t'i parandalojmë. Është pikërisht probiotiku I cili mund të përdoret për të rregulluar florën bakteriale të zorëve, të reduktoj fryrjen, gazrat, rëndesën abdominale që ndonjëherë na ka ndodhur të gjithëve dhe përmirëson tretjen dhe imunitetin. Na duhet krijojmë imunitet për të qenë sa më të mbrojtur, sidomos gjatë këtyre ditëve. Besoj që të gjithë do jenë dakord këtu në këtë rast, ose të paktën ka një familjar apo një mik që ka nevojë, kështu që sërish mbetemi të themi dhe të kujtojmë se është momenti I duhur për të shkuar tek dyqanet e Skin Pro apo për të porositur online, se unë kam bërë referencën e sotme. Nëse do të më pyesnin për ju, sa yje do t'i jepja këtij produkti, padyshim. Do jepi 6 për shembull. 5 ja 6. Kam një produkt tjetër
që do i shpëtoj të gjithë, ose të paktën ata që kanë probleme me gjumin. Duke nisur nga unë. Prandaj edhe tash të tregoja me shumë dashuri, melatonina është produkti që të ndihmon të rregullosh ciklin e gjumit që mund të kesh probleme, të flesh gjumin një herë pa problem dhe duke u qetësuar, të shërbej gjumin në këtë rast jo si moment që mund të kaloj thjesht orët, po si momenti i duhur për të rregulluar të gjithë cilësinë. Dhe nga ana tjetër mund të jetë edhe ulja e stresit të mbrëmjes që ne mund të kemi nëse mund të bëjmë gjumin siç duhet apo jo. Kështu që mendoj që për secili që ka probleme me gjumin, ka një zgjidhje dhe për momentin është në duart e mia, ma mund të jetë në duart. Por duhet të kaloj në duart e mia sepse Adelina bën një gjumë të qetë. Unë nga ana tjetër kam ca probleme me gjumin, kështu që mendoj ka ardhur momenti të përdor këtë suplement në mënyrë që atë gjumin ta bëj të qetë dhe të zgjohem të nesërmen duke buzëqeshur edhe me energjitë e duhura për një ditë të mbar. Dy gjëra shumë të rëndësishme. E para, mos dilni kurrë nga shtëpia pa i thënë vetes sa e bukur jam, dhe e dyta, mos dilni kurrë nga shtëpia pa përdorur SPF. Sidomos pak se të dyta, po unë kam përshtypjen se SPF-ja që është nga Skin Pro është ndryshe nga të tjerët, kështu që dua të di çfarë bën kjo SPF. E para njëherë dhe më kryesorja është që e mbron fytyrën nga rrezatimet e dëmshme të diellit. Parandalon njollat dhe hiperpigmentimin, ato njollat e vogla që na dalin nëpër lëkurë nga mbrojtja jo fort e mirë dhe ndoshta edhe me produktet jo të duhura që kemi përdorur, dhe tjetra është që e ruan hidratimin për gjatë gjithë kohës që ne e kemi në lëkurë. Ndaj, unë do ta sugjeroja plotësisht 100%, kjo do të ishte SPF-ja e rekomanduar nga unë për të gjitha vajzat. Që ke filluar nis me ty. Po e marr unë, po mund të jetë të gjithë secili për jush. 3 hapa të thjesht për të mbajtur lëkurën në formën më të mirë të mundshme dhe për të shkëlqyer kudo ku shkel këmba jote dhe ku prezantohet fytyra jote. Koincidenca është që ngjyra blu të jep një farë qetësie dhe në këtë rast ky set ban konkretisht të ngjyrë. Kështu që dhe po i rendisim kështu hap pas hapi. Kemi fillimisht tonerin, mëtej serumin dhe hapi i fundit është kremi që aplikohet. Të gjitha të pasura dhe të prodhuara përmes acidit hyaluronik do t'ju ndihmon që lëkura juaj të jetë me hidratuar dhe ky hidratim të zjas për një kohë të gjatë, atë që do donim të gjitha, apo jo? Absolutisht. Kështu që të kesh 3 hapa të thjeshtë, në mënyrë që të kesh një lëkurë perfekte, mendoj gjithçka që duhet për secilin prej nesh, ndaj edhe është thirrja dhe këshilla jon, po edhe ndihmë në të njëjtën kohë. Të gjithë duam atë efektin plump që i ofrohet fytyrës dhe ky është seti perfekt. Edhe një herë e kujtojmë, toneri, serumi dhe hapi i tretë dhe i fundit, po jo më pak i rëndësishëm, kremi me acidin hyaluronik. Na dëgjoni me vëmendje sepse kjo ofertë nuk vjen shpesh, është e rrallë. Dhe së pari, baba gjyshi erdhi pak më shpejt te ne në këtë rast, por megjithatë mund të vite gjithë secili, sepse realisht kjo është gift box që mendoj më i madh i vitit, kështu që duke filluar që nga Black Friday, që është shumë e rëndësishme, gjithë secili ka mundësinë që të bëjë dhuratat e tij, po së pari dhuratë ndaj vetes, sepse është me çmim, nuk e di, a mund të vi 2 herë në jetë? Di çfarë ka këtu brenda? 18 produkte, nga të cilat 3 vijnë dhuratë nga Skin Pro dhe i përfitoni me një çmim të jashtëzakonshëm, një ulje e jashtëzakonshme nga 9.500 lekë që kushtojnë të gjitha këto produkte, i përfitoni për vetëm 3.500 lekë. Kujdes sepse sasia është e limituar.